misioni dhe përpara përfundimit të këtij misioni jo dorëzim që nuk ka, po s'ka pushim, s'ka gjumë, s'ka asnjë lëkundje. Dakor, kështu që mos faleminderit për inkurajimin, por nuk kam asnjë problem të kësaj natyre. A do e kaloni oqeanin? Unë me oqeanin nuk kam pas probleme i dashur, po ti që nge zgjuar në kënet sot, pas ke fjetur në kënet dhe zgjuar në kënet, unë me oqeanin nuk kam pas probleme, dhe ti është i sigur që e kaloj oqeanin sa herë të dua, edhe mos u çudit fare kur ta shikosh që jo do ta kaloj, po flas më shumë. Po ja lëm kohë se dua të të bëj një surprizë të këndshme ty edhe kënetës bashkë. Dakor? Shkreti unë çana gjetje, e kalon oqeanin thot. Ajdu dhe populli do kandidojnë prapë në Ajdu do shkojnë drejt Evropës, si ka mundësi zoti Rama, ata prapë po kandidojnë, po është zgjedhje shumë e qartë kjo e kësaj here, miku im. Nuk ka qenë më e qartë dhe për faktin sepse në 11 maj Shqipëria do të vendosë të gjitha forcat e veta për të realizuar antarësimin. Dhe zgjedhja përmes votës është dramatike, është tmerrsisht e qartë, po tmerrsisht e qartë. Ose një vot për mua dhe për ne bashkë për Shqipërinë 2030 për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ose një vot për kënetën dhe për të kthyer prapë në gropën e kuave. Gjë që nuk ka përndodhur kurrë, por kush do ta hedhë votën në drejtim do t'i bjej në qafë fëmijëve të vet. Fëmijëve që nuk votojnë, edhe fëmijëve që garancinë e të ardhmës tyre presin nga prindrit që votojnë. Do t'i bjej në qafë shumë keq. Shumë keq për një tifozlik absurd. Na ishte një herë Partia Demokratike, na ishte një herë, hajde se po ja u jap këtë që na ishte një herë, megjithëse unë se kam dash asnjëherë, edhe kam pas të gjithë të drejtën që të mos e dua se sa herë i ka rënë në dorë Shqipëria e ka bërë kashte koqe. Po na ishte, s'është më kjo. Kjo është kënet me një buf, edhe me gjithë farë lloj speciesh. Prisni të shikoni kur t'ju shfaqet lista e deputetëve, edhe shihni pak atë listën e mbyllur, aty mu përqendroni pak. Ajo lista është e mbyllur e kënetës është doni ju, s'doni ju, speciet më të ulta të politikës, speciet më të ulta të faunës politike, prap aty do t'i keni, thot këneta. Kështu që ju si të doni. A mund të takoni nga afër, po nëse je këtu, hajde ta pimi kafe këtu në Berlin. Do jem edhe pak, se pas pak do nisemi për Shqipëri, se nuk kemi ofertat për bashkëta turizmi me Kosovën, duhet i kemi, sigurisht që duhet i kemi, dhe shpresoj që tani që edhe zgjedhjet mbaruan atje, do të ketë fokus më shumë tek disa gjëra të tjera që duhet i bëjmë. Është koha të jemi shumë afër, është koha të jemi shumë bashkë, është koha të jemi mish e thua. Jo thjesht me zemër, se me zemër është nuk kemi qenë, dhe ashtu jemi, por edhe me menje. Si e? Çfarë bën? Mirë? Si dukesh? Hajde pak këtu.